jemi në rubrikën e çdo të premte që ka të bëjë pikërisht me destinacionet që Iva bashkë me të ftuarin e saj do të ketë mundësi të na prezantojë. Iva, je gati? Jam gati, por nuk e dia janë gati teleshikuesit e programit Mesnesh që të arratisemi bashkë këtë fundjavë dhe do të arratisemi në Shkodër. Do të jetë me ne në një lidhje Skype Aurora Pirovic, e cila do të na njohë me disa prej destinacioneve kryesore ku ju bashkë me mua mund të shkojmë dhe të kalojmë fundjavën. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje nga unë dhe Breshka. Sa bukur, në natyrë, në natyrë. Pse ke zgjedhur natyrën të vish sot edhe të vendosesh edhe na tregosh se ku mundet të shkojmë e të arratisemi këtë fundjavë? Apo ku ka më bukur se natyra në fund të fundit? E para, jo vetëm që e kam pasion, që në fëmijëri, por e kam edhe profesion në përditshmëri, sepse qenëri biologe, zyra jonë është pikërisht terreni, natyra, kudo ku ka, le të themi, jo vetëm gjelbrim, ujë, liçene, lumej, male, por edhe në aspektin turistik, me qenë se jam edhe udhërfyse natyrore, le të themi. Çfarë sugjeroj në Shkodër? Në Shkodër ke plot gjëra çfarë të bësh, çfarë të vizitosh dhe si të argëtohesh. Duke filluar sapo hyn në Shkodër, manitesh me pamjen e lumit Dri, i cili le të themi rrjell poshtë kalas, Rozafa. Mund të ngjitesh në kala të vizitosh kalan Rozafa, më pas mund të ulesh në urën e Bunës, të përshkosh lumin Buna, anë e përtej dhe të menjëherë të del liçeni para, liçeni Shkodrës, me 2 pikat turistike, le të themi fshatra piktoresk, siç është Shiroka dhe Zogaj. Për sa i përket, le të themi natyrës rreth e rrollë të Shkodrës, mund të kthehesh sërish në Shkodër. Gjithë këto udhëtime mund t'i bësh edhe me një biçikletë, thjesht mund të marrësh një biçikletë me qira dhe shëtit anë për te Shkodrën kudo në natyrë, me kala, mund të hysh në brendësi të qytetit. Po. Në Shkodër unë kam parë në Shkodër plot turist, grupe të ndryshëm, por të vegjël turistësh. Çfarë ndodh? A ka dhe grupime të mëdha turistësh që vinë edhe zgjedhin edhe guidën tuaj për t'i shëtitur edhe për të parë, për të shijuar Shkodrën? Patjetër, ka edhe grupe të rriturish, sfum me, le të themi, sezoni tashmë zyrtarisht është hap, pavarësisht, le të themi, nëse bizneset janë gati apo jo, por turistët kanë filluar që në muajin mars, turistët që vizitojnë qytetin, kryesisht, por edhe grupe të rinj apo studentës që vinë, eksplorojnë dhe bajnë le të themi tip shkolla verore, duke eksploru historinë, kulturën, por edhe aktivitetet e aventurës, le të themi, që ofrohen në rajonin e Shkodrës. Gjithë turistët kur vinë dhe vizitojnë nuk lënë pa vizituar kalan në Rozafa, por edhe pedonalen, le të themi rrugën Koli Dromenu, ku ndodhet edhe muzeu i fotografisë Marubi, një muze i veçantë, jo vetëm në Shkodër, por në gjithë rajonin e Ballkanit. Ndërkohë jemi duke i ndjekur edhe pamjet, po të shoqërojnë ndërkohë. Po, muzeu Marubi, le të themi, është i dyti në këtij lloj në Europë për sa i përket negativave, apo themi arkivës në bazës materiale që ato posedojnë, por mund të vizitojnë muzeun e Shkodrës, muzeu Oso Kuka, muzeu i kujtesës, muzeu i periudhës komuniste, mund të vizitojnë punishtën e maskave veneciane, që është vetëm 3 kilometra larg nga qendra e qytetit, që është unike dhe krenona në gjithë shkodranët. Përveç këtyne ka dhe shtëpia të vjetra, le të themi, që janë pjesë e monumenteve historike, apo janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe banesat të mbrojtura, le të themi, nga ana institucionale. Po për sa i përket edhe natyrës, ajo që thash, mund të vizitosh Shirokën dhe Zogajn, jo vetëm për bukurinë natyrore. Po, nëse do të largoheshim pak nga arti dhe kultura, edhe do t'i afroheshim pak natyrës, por gjithashtu edhe kulinarisë, çfarë do të sugjeroja? Atëherë nëse viziton liçenin, dihet ajo
Tava tradicionale e krapit është ushqimi i preferuar. Po, e ku tjetër vetë se në Shkodër mund të hash një tavë krapit e përgatitur mjeshtrisht, le të themi, nga kuzhinierët shkodran. Jo vetëm në Shkodër, por edhe në Zogë, jo vetëm në pjesën perëndimore të liçenit, por edhe nga pjesa lindore, që përfshin edhe pjesën e Malësisë Madhe, edhe atje ka plot restorante, le të themi që prezantojnë mas miri kulinarinë e veriut. Deri tek syri i Sheganit, le të themi, mund ta vizitosh edhe për bukurinë natyrore, por edhe për restorantet me vlerë, le të themi, që sinqerisht gatimi, le të themi, është një pikë e fortë e turizmit, sidomos në rajonin e veriut. Nëse flasim edhe për, le të themi, aventura, çfarë mund të bësh në liçenin e Shkodrës apo lumin Buna, përveç peshkimit sportiv, ka plot turista që mund ta kenë hobi dhe mund ta praktikojnë, ke xhiro me varka, xhiro me kanoe, me stand-up paddle, mund të bësh birdwatching apo kundrimin e shpendëve. Dhe dihet që liçeni i Shkodrës dhe lumi Buna janë ligatina të pasura me biodiversitet, sidomos për shpend ujor. Unë vetë udhërfej grupe që vinë sidomos nga Europa perëndimore pikërisht për këto lloj aktivitetesh. Kundrimin e shpendëve, madje edhe ture disa ditë apo javore në gjithë rajonin e veriut, por edhe në jug. Çfarë shpendësh do të veçonit apo çfarë sjell ai vend, ajo natyrë? Çfarë u tregoni turistëve, por pse jo edhe atyre që të ndjekin? Se mbasi kjo mund të jetë një ftesë shumë e mirë që të shtunën dhe të dielën të vinë të vizitojnë Shkodrën. Se jo, pasuria e avifaunës ujore, numri i lartë i llojeve të shpendëve ujor që strehon liçeni i Shkodrës, lumi Buna, apo ligatina të tjera përreth Shkodrës, është një potencial i jashtëzakonshëm që mund të them edhe një kështu kuriozitet me një grup gjerman, le të themi, kanë ardhur në vitin 2021 dhe vetëm në një ditë kemi jo vetëm kundruar, por edhe fotografuar duke i biodokumentu, le të themi, 71 lloje shpendësh, vetëm brenda një dite. Pra nuk është, le të themi, një liçen i zakonshëm, por është një liçen shumë i pasur në botën e gjallë. Jo vetëm në ujore për llojet e peshqve, por edhe për shpendët ujor, dhe prandaj është edhe zonë e mbrojtur e kategorisë 4, por edhe zonë me status mbrojtje ndërkombëtare, zonë Ramsar. Aurora, lumi i Shalës ka qenë gjithashtu këto vitet e fundit shumë i frekuentuar, edhe duket sikur ishte një ndër ato destinacione që u zbulua kohët e fundit, edhe pse ka qenë gjithmonë aty, por nuk e di, ndoshta infrastruktura u bë më e thjeshtë për të shkuar edhe për të kaluar ditën në lumin e Shalës. Si duket se është kjo nisje e pikut të sezonit tani, më mendon që do të jetë njësoj si vjet i mbi populluar? Dhe ka kërkesa? Faktikisht, po, lumi i Shalës është një ndër top destinacionet e kërkuara në zonën e veriut, le të themi, sidomos turizmi ditor. Më shumti turistët shkojnë ditor, por ka edhe që kalojnë 2 ditë, pra kërkojnë edhe të flajnë. Ashtu numri i njësive akomoduese në zonë, që do të thotë ka shërbime, për çështjet e transportit është po i njëjti, uroj që le të themi të rregullohen rruga re që do bëhet, pra përmirësimi rrugës, infrastrukturës rrugës së Komanit. Besoj qeveria na ka premtu, ka fillu punime tashmë, dhe besoj kjo do përmirësoj edhe këto, po themi, kushtet e transportit të udhëtarëve nga Shkodra drejt Komanit dhe lumit të Shalës. Çfarë ka nevojë? Ka sërish nevoja për ndërhyrje qoftë në energji elektrike, qoftë edhe në pjesë të tjera, po themi, të shërbimeve që janë kompetencë e pushtetit lokal apo pushtetit qendror. Rëndësi ka që lumi i Shalës është destinacion shumë i bukur. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë i pritet. Aurora, doja të... Po? Pjesë të zonës të mbrojtur.
është park natyror. Paktën vendosja një statusi mbrojtje, le të themi ka dhe vëmendje më të madhe nga pushteti, por edhe bën më të frekuentueshëm. Aurora, doja të pyesja në lidhje me turistët. Çfarë ndodh me turistët? Vinë edhe u pëlqen që të vendosen në Shkodër, të qëndrojnë disa ditë aty, më pas të vizitojnë edhe ato zonat përreth që ofrojnë aq shumë, apo e përdorin atë vetëm si një urë kalimi për shembull edhe për të shkuar për ta kaluar fundjavën në Mal të Zi? A ka ndryshuar kjo kërkesë tani më? I mbajnë turistat në Shkodër? Tham që ka ndryshuar raporti. Shkodra ma nuk është destinacion kalimtar. Pra, për turistët që mund të vinë nga Mali i Zi dhe për të shkuar në qytete tjera apo destinacione tjera, Shkodra është destinacion nalese për gjithë turistët, nga çdo drejtim që ato mund të vinë, qoftë nga Nihotit, qoftë nga Moriçani, qoftë edhe nga Rinasi, apo edhe nga vetë, le të themi, nga Kosova. Sepse Shkodra ka diversitet destinacionesh natyrore, ka liçenin e Komanit, që është starti, le të themi, për në lumin e Shalës apo për të shkuar në Valbon, është porta e Alpeve, çdo tur i, le të themi, Peaks of Balkans, Majet e Ballkanit, që është tur ndërkombëtar mes Shqipërisë, Malit të Zi dhe Kosovës, fillon dhe mbaron në qytetin e Shkodrës. Patjetër një nalesë, paktën një natë fjetje turistët e shpenzojnë në Shkodër. Por edhe destinacion, le të themi, mirëfill të Shkodra, pra nuk është thjesht vetëm pjesë e tureve, por është edhe qëndrimit me 2-3 net, le të themi, sepse Shkodra është aq e madhe sa që nuk mjafton veç një ditë ta vizitosh. Kena luginën e Kirit, shkosh deri në Prekal, duke pa dhe rrethin e, le të themi, të Thethit. Pra ti mund të nisesh nga Shkodra, të vazhdosh për në Bog, të qëndrosh një natë në Theth dhe të kthehesh nga ana tjetër e rrugës, nga Breglumi, në fshatrat Pult, Shosh, dhe të dalësh në luginën e Kirit, që ajo është shumë e bukur, dhe të hysh sërish të vizitosh edhe Kalani Drishtin, që është gjatë rrugës, urë mesit dhe përfundosh sërish në Shkodër. Aurora, a është kjo periudha ideale edhe këto temperatura janë idealet për të vizituar këto zona që duhet thënë që gjatë dimrit janë disi të ftohta? Shkodra ka një klimë të jashtëzakonshme, që do të thotë mundet mu zhvillu turizmi gjatë gjithë vitit. Ne mundena me pas turizëm gjithëvjetor. Përveç se turizmin malor, që është, le të themi, është veror, në fluksin më të madh, por turizmi malor mundet mu shfrytzu edhe si turizëm dimëror, kryesisht për alpinizëm. Ka plot grupe që e kanë frekuentuar edhe gjatë dimrit, jo vetëm për ngjitje malore, hiking, por si vjet në Lëpush ka pas dhe grupe turistësh nga vendet e ulta edhe për skim. Ski tour, që do të thotë, bajnë gjitje deri në majtë Malit dhe zbresin me ski. Dhe këtë kush e ofron vetëm Alpet shqiptare. Sa mirë, pavarësisht se nuk kena infrastrukturë, le të themi, për skim të mirëfillt, kjo tregon që malet tona janë të mrekullueshme dhe ne mund t'i shfrytëzojmë për turizëm gjatë gjithë vitit. Nuk është vetëm pjesa malore, le të themi. Nuk është vetëm liçeni, po kena edhe lumin Buna, që shumë mirë gjatë dimrit mund të zhvillohen ture me bicikleta nga Shkodra deri në Velipoj, deri në Rjall, të përfundosh në det. Dhe temperaturat mesatare në Shkodër edhe gjatë dimrit shkojnë rreth 15 gradë dhe është një temperaturë optimale për me krye aktivitete, le të themi, aventuret edhe gjatë dimrit. Aurora, nuk them që mund të shkojnë në formula, por ture me biciklet mund të bëhen gjithandaj edhe gjatë dimrit. Tashmë uroj që edhe rruga e re që ka mu bë nga Shirok Zoge dhe do lidhet me Malin e Zi, është një potencial tjetër turistik për të bërë turet rreth rrotull liçenit Shkodrës. Sa mirë. Aurora, unë të falenderoj shumë që ishe me ne në këtë lidhje dhe të falenderoj shumë për të gjithë prezantimin e bukur që i bëre qytetit të Shkodrës edhe Shkodërloces. Si që thoni ju, të falenderoj shumë e uroj të kemi sërish. Falenderit. Jeni të mirëpritun, të vini dhe të jetoni aventura, po turet, çfarë edhe të njihni Shkodrën, ato destinacione që ende nuk i keni vizitua, por nuk i njihni.
Faleminderit shumë. Ju mirëpret. Ndërkohë që ne kemi mbritur edhe në fund të programit edhe drejtohen për të bërë mbylljen së bashku me kolegun tim të dashur që i mori të gjitha shënimet se çfarë duhet bëj këtë fundjavë për dhe javën që vjen me Jorgo Pullën. Patjetër, kështu që e kemi javën që vjen mirë nga financat dhe nga dashuria, tani vetëm një udhëtim i bukur në Shkodër na duhet për këtë fundjavë që ditë karikuar pozitivisht për Ditën e të. hënë sërish. Do të takohemi sërish të hënën, takohemi bashkë në ekranin e rë të SHNJHD në programin Mesnesh, si themi programin tuaj të preferuar të mesditës. Këtë themi sepse na e thoni ju. Ju përshëndesim. Mirupafshim. Ikëm.